Për ato 2-3 pak miq që më kanë ngellë mu në këtë jetë deri tashti, edhe me të cilët unë flas kur lodhem duke punu, edhe flas me vete më të shumtën e kohës, shifsim që kënë po flokët, akoma s'kam po ditë natëri këtu, qohëm shkruj. Tashti më gjanë vlezër e motras, unë nesër nisëm për në gjyq. Javën që vjen, është java e gjyqit. Nga mëngjesit deri në darkë, jam gjyq. Edhe jam një person i vetëm, përfeteroni një mal, një varg malesh, mush me bunkera, me tanke, me mitralos, me avion, kundër me edhe unë, fillikati vetëm që nisëm drejt malit në luftë. Kështu është vlezër e motra. Ajo që unë pas kam bo gjithë jetën, mendoj unë, është për të shkuar për të ra nesër dëshmor, theror, për para plumbëve, të disa, se nuk është një kompanive më të fuqishme që ekzistojnë në botë. Një luftë që e kam bo heroikisht deri më sot prej 5 vjetëve, që kanë pas këta kompanit më të fuqishme që ekzistojnë e bile, kanë marrë një nga avokatët që kanë bërët Amerikën disa herë në çështje të ndryshme kundër shteteve të tjera. Kjo ka pas një rëndësi të madhe, për arsye se deri më sot për 5 vjet, lufta ka qenë luftë legale, ligjeve, a janë me mu, apo janë me ta, dhe i kam poshtë për derisa kam ekzistu. Për 5 vjet deri më sot, çfarë ndodh nesër vlezër e motra? Pas nesër këtë javë që do të zjasi çdo ditë nga mëngjesit deri në darkë, ajo që ndodh është faktet, ajo që ndodh është se sa do të jetë juria me mu. Juria mund mos jetë me mu edhe sikur unë të fitoj 100% nëse ata nuk të pëlqejnë ty si njeri. Të urejnë. Unë jam gati që të shkoj të flijohem nesër. Është edhe një shans i vogël fare që mund të fitoj. Ditën e premte, ato maskrejt, ajo avokati, që thamë juve që është një nga avokatët më të mëdhej në Amerikë, më boni telefon të premten bashkë me ato asistentët e vetë. Gjoja po më ofronte një settlement, një pazar, edhe këto e nisin nga zero kur bëjnë pazarin. Kur të ofrojnë pazarin një ditë para gjyqit, se kështu bëjnë, të presin deri, luftojnë me çdo kusht deri ditën e gjyqit. Në qoftë se shofin që ti mund të kesh në shans të fitosh, edhe natyrisht që këta e shofin këtë frikë përderisa unë i kam poshtë për 5 vjet dhe kam arrit këtu, edhe s'kan qenë qendje, jo vetëm që ta myllin, si thonë, të rrëzojnë, si të thonë, si keni fjalën rrëzu dhe pushu të rrëzojnë, qoftë edhe një nga bazat ligjore, apo të heqin qoftë edhe një nga personën nga paditësit. Kjo tregon që ata e kanë me frikë, po se kanë tregu frikën deri të premten. Edhe të premten këto maskret më çojnë mu një email masdite, edhe më thonë unë se unë jam i hapët në qoftë se i pranoj një telefonat, se duan të flasin për ata, për gjyqin. Ata nuk flasin për gjyqin për mua. Duan të shohin nëse unë jam gati të bëjnë ai pazar. Për arsye se për gjyqin nuk diskutohet më, por ato fillojnë pazarin duke të kërcënu, që ne kemi në dorë, ne do të fitojmë, e kemi më mirë, t'japim ty një kacilë dhe hikë, se sa të vim të shkatrëm aty, edhe si e nisën këta, masi u thashu pa tjetër, erdhi ky psikopati, së të shtuar e qërë psikopat, ajo avokati më i madh, edhe filloj të më tërgoj mu se kush ishte, dhe unë i thash i kam lexuar se kush ishte, se kanë marrë të shtjeta, para gjyqit, këtë avokatin kanë pas plot herë.
Thash unë e di se kush jeti, se thash e kam marrë seriozisht çështjen dhe kam studiuar rreth teje, që ditën që ti e mbru këtu, edhe më thotë mu që kjo duhet ishte myll që kur, unë nuk e kuptoj pse kjo ka vazhdu, edhe jam me kolegët e mi këtu. Çka thoshte ai në vetvete, unë fillimt e mora si një lëvdat për mua, që ato duhet kishin dhënë një ofertë, të kishin dhënë një pazar, të kishim ranu i di. Por çka ai po thoshte në fakt ishte që po të kishe qenë unë këtu edhe jo këto, do ta kishe myll që kur, se s'ke fakt aty. Pra, ai po fliste qik me nënvlerësim edhe me përtallje për shokët e vet, edhe duke më kërcënu, pa thonë që kërcënoj. Edhe më thotë që po inqizon ti, atje se s'lejohet inqizimi, thash unë nuk merrem me kësaj pesliqesh thash të inqizimit, thash ndoshta ju po inqizoni atje, por edhe nuk më intereson thash në qoftë se ju më inqizoni mua. Që ta dish thash ti, unë jam i shtri këtu dhe po dëgjoj me kujdes edhe nuk po e marr kështu që as të shohem tulem tavolinë dhe inshallah s'ma merr për keq edhe të kam vënë speaker thash, po ju dëgjoj në speaker dhe jam shtri dhe po qetësohem tash ti, edhe du të dëgjoj thash çfarë ke për të ofruar. Unë po jap të shtia të fjallin që unë nuk po të rëmbëm nga kërstimi atë, unë e di që ti ke po telefon të frosh diçka, se s'kishe pse poja telefon. So, jo thash unë jam gati, jo thash edhe po të gjoj se qëfar keni ti për të ofru. Edhe me i hje, kur e thash çka ke për të ofru, a i mendon që unë qeka me i hapët të shi për ofertën, edhe tak, ta bohon edhe matrima. Ashtë e çuditshme, psikologjia njeriu do tha, ne tha, nuk kemi shumë tha për të ofru, tha, për arsye tha sa unë çfarëdo që të ofroj prap nuk e di e pranon klienti im atë që ofroj unë. Edhe thash dal, thash, në qoftë se ti po diskuton thash këtu me mua për një pazar se si ne mund bim në ujdi. Edhe ti thash më thumu një ditë para gjyqit që bën vëki klienti jotë ata që ti më premton mua nuk i man. Thash mbyllë telefonin, shko dhe fol me klientin tat, mësoje limitin, sa e ke autorizimin ti që mund bish dakord me mua, edhe atëherë kur unë jam i sigurt që ky është pazari që ti ofron dhe ato nuk lëvizin nga pazari, atëherë flet me mua. Unë s'kam nevojë thash të harxoj kohën tash që kam kohën duke u përgatitur se si do t'i përballoj juve. Të merren thash me pazare që janë një hiç për arsye se këto pazare që bën ti mund mos i pranojnë atë. Unë e di që ai ishte në prezencë me ato paditësit, edhe kanë qenë tavolinë ato kryesorët, por ishte loja që bën. Edhe pastaj ai tha, jo tha po, unë e di tha deri diku, atëherë thash mos më kalon, thash unë se ti paske që, se më tha kam qenë edhe gjykatës, kam punu dhe si gjykatës për kaq vitesh, thash unë në vika keq, thash unë qoftë se gjykatët pas kanë pas njëri që lëkunde sa ne këtej, unë thash e di që puna jote, detyra jote, profesionalizmi jote është mbrojtur me çdo kusht, interesat e tij që ti përfaqëson. Por është një fine line, themi një fije holl që ndan profesionalizmin, dedikimin ndaj klientit dhe obligimit dhe detyrës për të qenë ndershëm me cilin do tjetër. Edhe më thot mua ai, ne dim që ti je experienced pra se. Pra kjo të rëshqip më të regon të dy gjona, se duhet lezosh se çfarë flasin njerëzit. E para, a i po i të regon të atyre se experienced pra se do thot që ke përvoj duke hedh njerëzit në gjyq. E pa, ky përvoj se dy sojsh aty, me një gur. Pse? E para po i të regon të atyre pronarëve të mëdhej, kompanisë që profesorësve, që në qoftë se ne humbim, nuk është njëri do si do ky. Pra përgatisin vetën e vet. Është me përvojë, pavarësisht që s'është avokat me licencë, ky ka përvojë. Pra në qoftë se ne humbim, nuk është se ne humbim me një person që s'din çka bën. E dyta, çka i ka thoshte, është që ne do ta përdorim këtë kundër teje që ti je një person që hedh gjithë botën gjyq. Edhe tha ne dim tha që ti ke hedhë dhe shtetin ta, tha.
në Bruxelles në gjyq, ke hapë dhe çështje në Shqipëri, ke hedhë dhe këta dhe ata thë këtu, i din në këta. A i po me praqisë gjoja që shifë në dim që ti hedhë gjithë botën, edhe ne do të përdorim këtë në gjyq kundër teje, pra ishin, unë thash dy soq me një gur, por ishte një bombë që do të vrasë çdo gjë rreth. Vëllezër e motra, në fund, ne nuk kam dakord për arsye se ai mos i boni këta gjoja shantazhet, ai tha që ne tha, kur ta fitojmë gjyqin tha, ne do t'i kërkojmë gjykatës tha, të gjitha ato shpenzimet që kanë bërë këta miliona dollar për 5 vjet me këto firma, do të kërkojmë tha që gjykata tha të na aprovoj, t'i kërkojmë ty një jetëve, edhe mos haro tha se sa do harxhohet tha tashti me këtë javë të gjyqit do jetë më shumë. Kështu që ne tha për të sugjerojmë, ne tha ofrojmë, tha t'i japim dorën njëri tjetrit, edhe t'i punën tate, sikur asgjë s'ka ndodhur, ne do i harrojmë këto shpenzime, këto miliona që kemi harxhu, edhe ne ikim punën tonë. Ndryshe tha, ti e di tha, se sa do të shtohet tha, shumë që ne do të kërkojmë kundrejt teje. Edhe unë i thash, ne kemi një shprehje në nga viun, që meri këtë ofertën ti dhe fshije të thash që ke mrapa. Por thash, në anglisht thash, meri këta dhe futë thash, atje nga nëzirët të thash që hanë. Edhe thash unë, më vjen shumë keq, po si që keni së këtë nuk kam interes fare që të diskutojmë asjo dhe e lojmë juris, se unë më mirë vdes në luft, në betej, se sa tiki e të lëpi plagët e mija gjithë jetën që mos bona gabim. Prandaj thash, e mbyllim këtë çështje këtu, edhe shifemi në gjyq. Nuk e erdhi mirë, e mbylla, por nuk më pëlqeu fare mënyra e kërcënimeve, edhe në minutat e fundit nuk dun ti s'ke bo telefon mu se më don të mirën, edhe po mbran mu që mos më shtohet gjoba nesër, ti ke bo telefon se shef rresikun tat në sy. Nesër vlesër e motra, pas nesër se nesër nisëm unë për atje, që t'jem atje afër dhe kemi gjyqin. Gjyqi është e tillë, se gjyqet janë të ndryshme në vendet të ndryshme, po gjyqet këtu janë të tilla. Unë që i kam hedhë në gjyq, jam personi i vetëm që do të flas, për arsye se unë jam ai që do të provoj me lavdëshmoj të vërtetoj çështjen, ata s'ka nevojë të flasin. Pra gjyqi këtu është i tillë, ti që hedh në gjyq dhe thu që të shbo një dëm, ti duhet shkosh atje, edhe ti tregosh me fakte, jo me fjalë, pra jo me emocione, ti tregosh me fakte pse ti ke të drejtë, çfarë do mi të shbo, edhe çfarë duhet të jepet ty si kompensim për dëmet që t'janë bë. Ata nuk ka nevojë të hidhen as në sulm, as në mbrojtje, ato rinë gati, edhe presin, çka ti do të thush, edhe në qoftë se ti nuk thua asgjë, që e bin gjykatën me fakte se ty të shbo ajo që ti mendon të shbo, ata thonë, ne s'kemi asgjë dhe ikin, s'ka nevojë të shkrepin asnjë plum kundër meje. Por në qoftë se unë them në gjë, që duket që juria mund të morë për bazë edhe të vendos në anën time, vetëm në atë moment ata mund dalin në skenë, të zbrazin armët, edhe thonë, kjo nuk është e vërtet për këtë arsye. Pra, edhe mundet pastaj të fillojnë luftën kundër meje. Në qoftë se faktet janë me ta, ato do kenë fakte dhe thot, kjo s'është këtu, është shif këtu, për shembull them unë që me datën kaq, unë shkova në kazino, edhe ndodhi kjo, edhe do thonë ky rreth, thot me datën kaq, thot kazino ka qenë mbyll, më ja faktet, ja arsyet, fjala vje. Në qoftë se i dhem tyre. Pra, edhe një herë, lufta është e tillë që unë jam në sulm, edhe ato janë qindra, nuk janë një, janë 3 firma avokatësh. Një në Washington, një në Napolis, të Marylandit, edhe një në Texas.
të 3 firma avokatësh se cila nga 100 avokatë. Janë zgjedhë avokatët më të mirë që ekzistojnë, që do t'jenë aty. Ka një makinë me letra, edhe secili me dosje, secili nga ata, me sporteliste, me avokate, me ndihmësa, me drejqit biri, ka një detyrë të caktuar, që për shembull një lloj formulari, një lloj teme, një lloj ligji, një lloj që mund ta nxjerr aty që mund të dënojë ata, dihet se cili person e ka për tyre në anën e tyre, edhe ngrihet me herë, edhe e jap atij që flet, që është kryesori. Pra unë kam një ushtri përpara vëllezër e motra, edhe jam një fillikat. Kështu që nuk jam pref që do të fitoj nesër, por unë fitoren e kam bë që për 5 vjet i kam ekspozu këta se kush janë, aq sa ka mund, edhe s'dihet. Një shans i vogël, mund edhe që të fitoj, por mund më paskën pas dash edhe në paktën 3-4 ditë që të kisha bë përgatitje tamam, për arsye se s'kam arrit. Tashti, në këtë çështje unë kam mësuar shumë, mësova vonë, po ajo që mësova është gabimi që ne paskim bërë gjithmonë në jetë. Edhe si e mësoj unë këtë? Fjalët që unë do them, pyetjet që unë do bëj, i shkruaj fillimisht, pastaj jap çatit me rregulloj dhe me sekaton. Çati me sakaton. Po ja jap çatit me rregulloj, po shpesh herë me sakaton. Mos i shkruaj, edhe mendoj që janë bogati, edhe mendoj që më kënaqin mua, atëherë unë i nënçzoj. Edhe kur i nënçzoj, unë shtrihem, se edhe jam vërtet i lodh, po edhe du që të shtrihem që t'jemi përgjumësh. Pse du t'jem si i përgjumësh i lodh? Për arsye se dhe juria, që do t'i dëgjoj se këtu është juria që i dëgjon faktet, që vendos janë 13 vetët jurisë, nga populli thjesht, janë njerëz thjesht, të ndryshëm, të fushave të ndryshme, kujt i qelloj, ato 13 që do të dëgjojnë faktet, ata janë njerëz që shumë nga aspektet për të cilat flasim termat e këto, ata nuk i kuptojnë. Edhe do lodhen. Se një pyetje të lodh, për shembull kur flet një orë, 2 orë, jo 3 ditë nga ora 9 të mjesit deri në 5 të darkës arrin edhe të dëgjojnë. Do jenë të lodh. Edhe vetëm në gjë që është jashtëzakonisht interesante, do t'i zgjohet nga gjumi. Edhe kështu çfarë bëjmë? Unë incizoj pyetjet e mia, fjalimet e mia që do të maj aty nëse do të arrit maj. Edhe pastaj i lej ata që ja shef shtrim aty e kam ato organe, nuk shkoj në dhamë atje, se gjej këtu nga kompjuterat. Pra aty e kanë organin. Pra unë ulem aty, shtrihem aty, gati për gjumësh, edhe dëgjoj. Dëgjoj që a më vjen gjumë kjo që do të them unë, apo më zgjon. Në qoftë se më vjen gjumë, edhe më zë gjumi, kur unë, që janë fjalët e mia dhe më dalë shpesh, edhe pse jam i lodh, po unë duhet i llogaris ata që janë të lodh, që kanë gjatë natën të zonë me gruan apo me burrin e vet, që kanë qenë jashtë, kanë shku, kanë taku dashnorën, kanë pas halle, edhe vinë aty dhe se kanë mendjen tek unë. Kanë hallet e veta, bota ka problemet e veta. Nuk e shkon mendja, janë detyruar me dëgjuj gjyqin, po se shkon mendja me dëgju, ose po qëse i bajati bezdis, mendja u hikën gjetiu. Pra unë du ta fus veten në mendjen e tyre që do të dëgjojnë të ndajnë shapin nga sheqeri, dhe nëse mund vën gjumë, vetë pyetja ime, vetë fjalët e mia, atëherë them që s'pas kam gjën Terezi. Por ajo që kam zbulu, që është shumë interesante, është se, për shembull, unë them, a nuk është vërtet që ti ke mashtru këtu dhe gënjen, se nuk ishte kështu, ti ke shkruar që është kështu. Në momentin që thuti gënjen, mashtron, apo fule keq, apo i ve epitete, që solle ashpër nuk mahet. Me shikove me inat, ajo nuk matet, nuk është fakt, ajo janë gjëra që ti përfton, i spekulon, mund të shohësh, zemra mund të ndjej, pas janë fakte. Në momentin që ti thu këto, ti çfarë po bën, kuptova unë, edhe kjo, ti po nuk po i zgjon emocione atyre që dëgjon.
ti përkërkon emocionin që keti, kërkon t'ja imponosh tjetrit, që mere kalup nga unë emocionin tim për këtë gjë, edhe meret edhe përftoj edhe quje si emocionin tatë, emocionohu dhe ti nga emocioni im, që asnjëherë kjo nuk punoka. Në qoftë është një lloj për shembull, sikur shifeni, nuk duhet të thush fare. Përfitroni për shembull, në qoftë se ti mendon që komshiu jot ka hyrë të toka jote, ka shtu gardhin të toka jote, e ka shty gardhin, ka bërë një kanal më tutje. Ti po të bërtasësh që ti je i poshtë kështu gardhin e ke bërë me qëllim, ai që dëgjon në lënë zbesumi, mund mos jesh e vërtet. Por mendo sikur njeriu të thjesht aty, të thot ty që ja ka shty gardhin ati, për i herë beson. Aha, gjojnë më kujdes, është fakti, thuj faktin pa emocione, largohu emocioneve, riftot, le faktin, se kur fakti vlen flet vet, fakti e bën atë të shkaktoj emocionin. Jo emocionin të heqësh nga zemra jote, nga shpirti jot, e t'ja hodhësh tjetrit, aty të ja largon atë. Pra, unë po mësoj këtu në gjyq, diçka që ndoshta po të kisha mësuar që kur kisha dëshirë të bëhesha shkrimtar, do të kisha përdorur për mrekulli, se shumica e njerëzve kërkojnë në biseda e sipër që emocionet që kanë vetë në shpirt të heqin e të transmetojnë këti, që është komplet gabim. Ta imponojnë ty që të marrësh emocionet e tjerëve. Pra, si të qoftë, si do që të vej kjo punë, se unë e kisha dhe përshlo dhe do filloj pra punën, çdo që në këtë botë ka edhe ato anët pozitive dhe anët negative, por si tha të i mësova këtë po zhvon, të bosh edhe njëherë dhe ndër apo nusë, dija unë si nusë dhe ndroja apo dhe ndroja. Ndoshta gjonat mësohen shumë vonë, kur nuk të vynë më, kur së hynë më në punë. Por çdo gjë, asgjë nuk është humbje në këtë botë, edhe në qoftë se ti nuk fiton për atë për cilën lufton. Sa më gjoka ju përshnet.